Një operacion i gjerë është finalizuar nga Prokuria e Tiranës në kuadër të një hetimi ndërkombëtar për mashtrime përmes call centrave që dyshohet se kanë prekur qytetarë të vendeve të Bashkimit Evropian. Në total janë lëshuar 9 masa sigurie, ku 7 prej tyre janë në arrest në burg, ndërsa 2 masa të tjera janë më të lehta, në varësi të rolit të dyshuar të secilit person në skemën kriminale. Operacioni i zhvilluar mbrëmjen e së hënës dhe është rezultati i një hetimi të gjatë në bashkëpunim me autoritetet e huaja pas letërporosive të ardhura nga jashtë vendit. Sipas hetimeve, viktima e skemave të mashtrimit janë kryesisht shtetas nga Austria dhe Gjermania, të cilët janë kontaktuar nga operatorë të punësuar në këtë qendra dhe janë nxitur të investojnë në platforma online Joral. Metoda e përdorur ka qenë ajo e njohur e mashtrimit financiar, ku qytetarët u premtoheshin fitime të shpejta nga investime të reme, duke i shtyrë të transferoheshin shuma të konsiderueshme parash. Gjatë operacionit janë sekuestruar 10 pajisje kompjuterike, materiale dokumentare dhe shuma të mëdha monetare, të cilat dyshohet se lidhen me aktivitetin e palishëm. Autoritetet shqiptare theksojnë se raste të ngjashme janë goditur edhe më herët në Tiranë në bashkëpunim me partnerë ndërkombëtar në kuadër të luftës kundër mashtrimeve financiare ndërkufitare.